Populli i Hudit, historia e plot. Populli i Ad është një nga popujt që Allahu dërgoi një profet për t'i udhëzuar drejt adhurimit të tij, për të shmangur idhujtarinë dhe padrejtësitë. Hud, alayhis salam, ishte profeti që u dërgua te ky popull i fuqishëm, por që më pas pasurisë dhe fuqisë së tyre, nuk ishin të gatshëm të pranonin udhëzimin e Allahut. Historia e popullit të Hudit është përshkruar në Kur'an dhe në hadithet profetit Muhammed alayhis salam, dhe ajo shërben si një paralajmërim për të gjithë ata që kthehen pas, refuzojnë besimin e pastër dhe mbajnë idhujtari. Populli i Ad dhe Hud. Populli i Ad ishte një popull i fuqishëm dhe i pasur që jetonte në një vend të quajtur Iram, i njohur për ndërtesat dhe qytetin e tij të madh. Ata ishin të fuqishëm dhe posedonin një teknologji të zhvilluar për kohën e tyre dhe i vlerësonin shumë fuqitë dhe pasuritë e tyre. Megjithatë, ata ishin të devijuar dhe nuk e njihnin Allahun si Zotin e vetëm, por adhuronin idhuj të krijuar nga duar njerëzore. Në këtë kontekst, Allahu dërgoi profetin Hud alayhis salam te ky popull për t'u udhëzuar dhe për t'u thënë që të ktheheshin tek besimi i pastër dhe të refuzonin idhujt. Hud ishte nga fiset e Ad dhe ai ishte i njohur për urtësinë dhe mençurinë e tij. Ai ishte një njeri i drejtë dhe i devotshëm dhe i udhëhoqi ata me durim dhe këshilla. Mesazhi i Hud alayhis salam. Hud alayhis salam filloi misionin e tij duke i thënë popullit të tij: "O populli im, adhuroni Allahun, nuk keni asnjë zot tjetër përveç atij. Ju po shpifni." Surja Hud 11:50. Ai u tha atyre që besimi i vërtetë është adhurimi i vetëm i Allahut dhe se idhujt që ata adhuronin ishin të pavlefshëm dhe të kotë. Ai u paralajmëroi se nëse nuk e pranoni këtë mesazh, Allahu do t'i dënojë për refuzimin dhe mosbindjen e tyre. Hud alayhis salam vazhdoi të predikonte mesazhin e Allahut dhe u përpoq të kthej popullin nga idhujtaria dhe çdo formë tjetër deviacioni. Megjithatë, populli i tij ishte i prirur ndaj pasurisë dhe fuqisë dhe nuk donin të pranonin atë që Hud alayhis salam po thoshte. Unë nuk kërkoj asnjë shpërblim për këtë. Shpërblimi im është vetëm tek ai që më krijoi. A nuk mendoni? Surja Hud 11:51. Hud alayhis salam i bëri thirrje për të penduar dhe për të kthyer zemrat e tyre te Allahu, por ata ishin të ngurtësuar dhe arrogant. Refuzimi i mesazhit dhe arroganca e popullit të Ad. Populli i Ad, përkundër përpjekjeve të Hudit alayhis salam, nuk pranoi ta dëgjonte mesazhin e tij. Ata e akuzuan për shpifje dhe u tallën me të. Disa nga liderët dhe udhëheqësit e tyre thanë: "Paria që nuk besonin nga populli i tij tha: ne po të shohim mendje lehtë dhe të konsiderojmë vërtet rrenacak." Tha Hudi: "O populli im, nuk jam mendje lehtë, nuk kam të met mendore, por unë jam i dërguari prej Zotit të botëve." Surja Al-Araf 7:66-67. Ata e mohuan mesazhin duke quajtur Hudin alayhis salam një njeri të zakonshëm dhe duke thënë se nuk ishin dëgjuar asnjëherë për një profet të tillë. Paralajmërimi dhe dënimi. Hud alayhis salam vazhdoi predikimin e tij dhe u tha atyre se nëse ata nuk do të ktheheshin në rrugën e drejtë, ata do të përballeshin me ndëshkimin e Allahut. Hud alayhis salam i paralajmëroi për dënimin që do të vinte, duke ju thënë që ata do të shkatërroheshin nga një erë e fuqishme dhe shkatruese. Ata i injoruan këtë paralajmërim dhe vazhduan të jetojnë në mëkat dhe mëshirë. Shkatrimi i popullit të Ad dhe fundi i Hud alayhis salam. Pas një periudhe të gjatë të predikimit të Hudit alayhis salam, edhe pas shumë paralajmërimeve që ai u dha, populli i Ad e refuzoi mesazhin e tij dhe mbeti i fiksuar në idhujtarinë dhe devijimin nga e vërteta. Allahu, pas refuzimit të vazhdueshëm të mesazhit dhe abuzimit të popullit të Ad, vendosi të dërgojë dënimin e tij për ta. Një dënim që u shoqërua me një erë shkatërruese të fuqishme. Refuzimi i mesazhit dhe arroganca e popullit të Ad. Populli i Ad ishte shumë i pasur dhe i fuqishëm, duke mbajtur një qytet të zhvilluar, të njohur për ndërtesat e tij të larta dhe burimet natyrore. Ata mendonin se pasuria dhe fuqia e tyre do t'i mbroheshin nga çdo fatkeqësi, dhe se nuk kishin nevojë të kthenin besimin e tyre tek Allahu. Ata vazhduan të refuzonin Hudin alayhis salam duke u tallur dhe qeshur me të. Hud alayhis salam e përshkruante popullin e tij si të verbuar dhe të mbyllur nga egoizmi dhe mburësia. Unë nuk kërkoj shpërblim prej jush për këtë. Shpërblimi im është vetëm te ai që më krijoi. A nuk mendoni? Surja Hud 11:51. Hud alayhis salam i paralajmëroi ata se nëse nuk pendoheshin dhe nuk besonin, dënimi i Allahut do të vinte, por ata injoruan këtë këshill. Dënimi i Allahut
dhe ere shkatërimit. Pas një periudhe të gjatë të durimit dhe predikimit të Hudit a.s., ku ai u mundua me çdo mundësi të kthej popullin në rrugën e drejtë, Allahu dërgoi një erë të fuqishme dhe të shkatërrueshme si një ndëshkim për ata që refuzuan mesazhin. Erëra të tilla ishin të tmerrshme, të pashembullta, që i goditën ata papritur me një forcë së papërshkrueshme. Kjo erë ishte shumë e fuqishme se çdo erë tjetër dhe vazhdoi për 7 ditë dhe 8 net. Atëherë, ne, me një shi të vërrullshëm, i hapëm 2 erët e qiellit. Surja Al-Kamer 54:11. Atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrira. Surja Al-Araf 7:78. Kjo ishte një erë shumë e fuqishme që shkatërroi gjithçka përpara saj. Ajo i shkatërroi shtëpitë, ndërtesat dhe çdo gjë tjetër që populli i Ad kishte ndërtuar. Nuk ishte asnjë mbrojtje për ata që refuzuan të dëgjonin dhe të pendohej. Shkatërimi dhe fundi i popullit të Ad. Erërat e shkatërimit vazhduan për 7 ditë dhe 8 net pa ndërprerje. Kjo ishte një erë nxehtë, që të rroqi gjithçka në rrugën e saj dhe nuk la asgjë në këmbë. Asnjë shtëpi, asnjë ndërtesë, asnjë njeri që mbeti pas, nuk shpëtoi nga dënimi i Allahut. Ata ishin të shkatërruar dhe tërësisht të shuar. Për ata që ishin të zhytur në mëkate dhe refuzonin besimin, dënimi i Allahut ishte i pashmangshëm. Vetëm ata që ishin besimtarë, të cilët kishin besuar dhe ndoqën Hudin a.s., shpëtuan. Pasojat e refuzimit të Hudit a.s. dhe mesazhi i shkatërrimit. Historia e popullit të Ad është një paralajmërim i fuqishëm për çdo popull dhe çdo individ që refuzon mesazhin e profetëve të Allahut. Erëra të tilla që përshkruhen në Kur'an janë një simbol i fuqisë dhe zemërimit të Allahut për ata që nuk besojnë dhe nuk pendohen për gabimet e tyre. Mesazhi i këtij shkatërimi është se 1. Arroganca dhe mburrësia. Populli i Ad, përkundër fuqisë dhe pasurisë së madhe që kishin, u mburrën me këtë dhe besuan se nuk do të ndëshkoheshin kurrë. Ata mbanin idhuj dhe refuzonin mesazhin e Hudit a.s. duke besuar se ishin të pathyeshëm. 2. Shkatërimi i atyre që refuzojnë mesazhin. Historia e popullit të Ad është një mësim që Allahu, kur e vendos ndëshkimin e tij, nuk ka asnjë pengesë dhe ndëshkimi do të vijë me forcën e tij të papërshkrueshme. 3. Pendimi dhe besimi në Allahun. Mesazhi që Hud a.s. përpiqej t'i përcillte popullit të tij ishte një thirrje për të penduar dhe kthyer në adhurimin e vetëm të Allahut, por ata refuzuan dhe nuk dëgjuan. Shkatërimi i Ad dhe mësimi për ne. Populli i Ad është një shembull i fuqishëm për ne. Pasi ata megjithse kishin një qytet të madh dhe pasuri të paimagjinueshme, nuk ishin të sigurt nga dënimi i Allahut. Ata ishin një popull që, për shkak të arrogancës, refuzuan të besonin dhe të pranonin mesazhin që Allahu u dha. Përfundimi i historisë së Ad është se vetëm ata që besuan dhe ndoqën Hudin a.s. shpëtuan. Kjo është një paralajmërim i qartë se asnjëherë nuk duhet të ngulmojmë në gabimet tona dhe të injorojmë mesazhin e drejtë që na vjen nga Allahu. Mësimet nga historia e popullit të Ad dhe Hud a.s. Historia e popullit të Ad është një mësim i fuqishëm për të gjithë besimtarët. Disa nga mësimet kryesore janë: 1. Besimi në Allahun e vetëm. Hud a.s. i ftoi ata të adhuronin vetëm Allahun dhe të braktisnin idhujt e krijuar nga duar njerëzore. 2. Arroganca dhe refuzimi i mesazhit të Allahut. Populli i Ad kishte pasuri dhe fuqi, por kjo i bëri arrogantë dhe ata nuk dëgjuan paralajmërimet e Hud a.s. 3. Pasojat e refuzimit të mesazhit të profetit. Historia e popullit të Ad është një paralajmërim se refuzimi i mesazhit të Allahut sjell dënimin dhe shkatërrimin. 4. Durimi dhe qëndrueshmëria e profetit. Hud a.s. është një shembull i durimit dhe qëndrueshmërisë, pavarësisht kundërshtimeve dhe vështirësive. Kjo histori na mëson se vetëm besimi dhe devotshmëria për Allahun janë të vërtetë, dhe se pasuria dhe fuqia nuk duhet të mbushin me arrogantizëm, por duhet të përdoren për të adhuruar Allahun.